në një nga lagjet më të izoluara dhe të mbrojtura të një qyteti të madh në veri të Evropës, aty ku rrugët ishin gjithmonë të pastra, ku heshtja shpesh thyhej vetëm nga zhurma e largët e makinave luksoze, dhe ku vilat e mëdha fshiheshin pas gardheve të larta me kamera sigurie dhe roje private. Qëndronte një rezidencë që nuk i përkiste thjesht një njeriu të pasur, por një perandorie të tërë financiare, një njeriu që kishte ndërtuar pasurinë e tij nga hiçi, me një vendosmëri të frikshme dhe një mendje të ftohtë si qeliku. Ai quhej Adrian Vos, një emër që për shumë kënd ishte sinonim i suksesit, pushtetit dhe ndikimit, por për ata që e njihnin nga afër, ai ishte një njeri i mbyllur, i heshtur, pothuajse i shkëputur nga ndjenjat njerëzore, një individ që kishte mësuar shumë herët në jetë se dobësia ishte një luks që nuk mund ta përballoje, sidomos kur bota përreth ishte mbushur me njerëz që prisnin momentin më të vogël për të tërëzuar. Megjithatë, pas gjithë kësaj fasade të ftohtë dhe të pathyeshme, ekzistonte një histori që pak njerëz e dinin, një histori që fillonte shumë vite më parë, në një qytet të vogël industrial, ku dy djembinjak kishin ardhur në jetë në një familje të varfër, por të bashkuar. Adrian nuk kishte qenë kur vetëm. Ai kishte pasur gjithmonë pranë vëllain e tij, Eliasin. Ndryshe nga Adrian, i cili që në fëmijëri kishte treguar shenja të një inteligjence të mprehtë dhe një ambicie të pashuar, Elias kishte qenë më i butë, më i qetë, një shpirt artistik që gjente kënaqësi në gjëra të vogla, si vizatimi, muzika dhe heshtja e natyrës, dhe ndonse ishin identik në pamje, ata ishin thellësisht të ndryshëm në shpirt. Për vite me radhë, ata kishin qenë të pandar, derisa ndodhi aksidenti. Një natë e errët, një rrugë e lagur, një makinë që rëshiti dhe një moment që ndryshoi gjithçka. Adrian doli pothuajse i padëmtuar. Elias jo. Ai mbijetoi, por nuk ishte më i njëjti. Trupi i tij u bë një burg. Paraliza e goditi në mënyrë të pamëshirshme, duke i marrë aftësinë për të lëvizur, për të folur qartë, për të jetuar si dikur, dhe nga ai moment, jeta e tyre mori drejtime të ndryshme, por të lidhura në një mënyrë që asnjë prej tyre nuk mund ta priste. Adrian u zhyt në punë. Ai ndërtoi kompani, bëri marrëveshje, u ngrit në nivele që shumë njerëz as nuk i imagjinonin, ndërsa Elias u zhduk nga sytë e botës, i fshehur brenda mureve të një vile të madhe, i rrethuar nga mjek, infermier dhe kujdes i vazhdueshëm. Por kishte diçka që nuk ishte kurrë e qartë për askënd. Adrian nuk ishte thjesht një vëlla që kujdesej për tjetrin. Ai ishte i fiksuar. Kontrolli që kishte mbi jetën e Elias ishte absolut, pothuajse i frikshëm, dhe ndërsa vitet kalonin, kjo marrëdhënie filloi të merrte një formë të çuditshme, ku dashuria, faji dhe nevoja për dominim përziheshin në një mënyrë që as vetë Adrian nuk mund ta shpjegonte. Ishte pikërisht kjo arsyeja pse, një ditë, ai mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Ai instaloi kamera, jo vetëm kamera sigurie të zakonshme, por një sistem të sofistikuar vëzhgimi që mbulonte çdo cep të vilës ku jetonte Elias, nga korridoret, dhomat, deri tek hapësirat më private. Një rrjet i padukshëm sysh që regjistronin çdo lëvizje, çdo moment, çdo detaj. Zyrtarisht, kjo bëhej për sigurinë e vëllait të tij, por e vërteta ishte shumë më e errët. Adrian donte të dinte gjithçka, çdo gjë që ndodhte kur ai nuk ishte aty, çdo person që hynte dhe dilte, çdo sjellje që mund të dukej e pazakontë, sepse, pavarësisht kontrollit të tij absolut, ai kishte filluar të ndjente se diçka nuk ishte në rregull. Ishte një ndjesje e vagullt në fillim, një shqetësim që nuk mund ta përkufizonte, por që rritej dita ditës, një ndjesje se brenda atyre mureve të qeta, diçka po ndodhte, diçka që ai nuk e kishte parashikuar. Dhe pastaj ishte ajo, një detaj i vogël, një shërbëtore e re. Ajo kishte ardhur vetëm pak muaj më parë, e rekomanduar nga një agjenci prestigjioze, një grua e re me origjinë afrikane, e heshtur, e përkushtuar, që bënte punën e saj pa tërhequr shumë vëmendje. Dhe në fillim, askush nuk kishte arsye të dyshonte për të. Emri i saj ishte Lila. Ajo ishte ndryshe nga të tjerët, jo në mënyrë të dukshme, por kishte diçka në mënyrën si lëvizte, si shikonte, si qëndronte pranë Eliasit, një qetësi e çuditshme që nuk ishte thjesht profesionalizëm, por diçka më e thellë, diçka që Adrian nuk mund ta kuptonte plotësisht. Për disa javë, ai nuk i kushtoi shumë vëmendje, por pastaj, një natë, ndërsa ishte vetëm në zyrën e tij, përballë një muri të madh me ekrane që shfaqnin pamjet live nga vila, ai pa diçka që e bëri të ngrinte vetulla. Ishte vonë. Shumica e stafit kishte përfunduar turnin. Dritat ishin të zbehta, dhe në dhomën e Eliasit, Lila ishte aty. Deri këtu, asgjë e pazakontë.
por mënyra si ajo qëndronte nuk ishte normale. Ajo nuk po kryente thjesht detyrat e saj. Ajo ishte ulur pranë shtratit të tij, shumë afër, duke e parë në një mënyrë që nuk i ngjante një punonjëseje, por dikujt që kishte një lidhje shumë më të thellë. Adrian u përkul përpara, duke ngushtuar syt. Pamjet vazhdonin, dhe pastaj ndodhi diçka që e bëri zemrën e tij të rrihte më fort. Elias reagoi, jo në mënyrën e zakonshme, jo si një trup i palëvizshëm që thjesht ekzistonte. Ishte një lëvizje e lehtë, një dridhje e gishtave, diçka që nuk duhej të ndodhte. Adrian ngriti menjëherë volumin, edhe pse e dinte që kamerat nuk kapnin zë në atë mënyrë. Ai nuk po kuptonte. Mjekët kishin qenë të qartë. Gjendja e Eliasit ishte e qëndrueshme, pa përmirësime, pa ndryshime, dhe megjithatë, ajo që po shihte nuk përputhej me këtë realitet, por ajo që e tronditi vërtet nuk ishte kjo. Ishte ajo që bëri Lila më pas. Ajo u përkul ngadalë mbi të, dhe buzëqeshi, jo një buzëqeshje e zakonshme. Ishte një buzëqeshje që mbante një sekret, një buzëqeshje që nuk i përkiste dikujt që thjesht kujdesej për një pacient. Adrian ndjeu një ndjesi të ftohtë që i kaloi në përshtyllën kurrizore. Diçka nuk ishte në rregull, dhe për herë të parë pas shumë vitesh, ai nuk kishte kontroll mbi situatën. Adrian nuk e ndaloi videon. Ai nuk lëvizi për disa sekonda, sikur trupi i tij të ishte ngrirë bashkë me pamjen që po shfaqej përpara syve të tij. Ndërsa mendja përpiqej të përpunonte diçka që logjikisht nuk kishte kuptim, diçka që sfidonte çdo raport mjekësor, çdo analizë dhe çdo bindje që ai kishte ndërtuar gjatë viteve për gjendjen e vëllait të tij. Elias nuk duhej të lëvizte. Jo kështu, jo papritur, jo në mungesë të një ndërhyrjeje të dokumentuar. Dhe megjithatë, aty ishte në ekran një lëvizje e vogël, por e pamohueshme, një reagim që nuk mund të ishte thjesht refleks i pavullnetshëm. Adrian filloi ta rikthente videon pas. Një herë, 2 herë, 3 herë. Çdo herë ai e shikonte më me kujdes, duke ngadalësuar çdo fragment, duke analizuar çdo milisekond të asaj që kishte ndodhur, derisa u bindë se nuk ishte iluzion. Gishtat e Eliasit kishin lëvizur, dhe ajo e kishte parë. Lila nuk u trem, nuk reagoi si dikush që sapo kishte parë një mrekulli të papritur. Ajo nuk thiri askënd, nuk aktivizoi asnjë alarm. Përkundrazi, ajo buzëqeshi. Kjo ishte pjesa që nuk i jepte qetësi Adrianit, sepse një reagim i tillë nënkuptonte vetëm një gjë. Ajo e priste. Në atë moment, një mendim i errët filloi të merrte formë në mendjen e tij. Sa kohë kishte që kjo po ndodhte? Sa gjëra kishte humbur ai? Sa momente, sa detaje, sa ndërveprime që kishin ndodhur jashtë syrit të tij? Ndërsa ai besonte se kishte kontroll absolut mbi gjithçka. Ai u ngrit menjëherë nga karrigia dhe filloi të hapte regjistrimet e ditëve të kaluara. Sistemi i kamerave ishte i ndërtuar për të ruajtur çdo sekond të çdo dite. Nuk kishte boshllëqe, nuk kishte mungesa, vetëm një arkiv i pafund i së vërtetës. Ai filloi nga dita e parë që Lila kishte filluar punën. Orë të tëra kaluan, pamje pas pamjesh, ditë pas dite. Në fillim, gjithçka dukej normale. Ajo kryente detyrat e saj, pastronte, kujdesej për Eliasin, ndëronte pozicionin e tij, komunikonte me infermierët, gjithçka sipas protokollit. Por më pas filluan detajet, gjeste të vogla, shikime më të gjata se ç'duhej, momente kur ajo qëndronte pranë tij më gjatë se sa kërkohej. Dhe pastaj, një tjetër natë, Adrian e ndaloi videon. Zemra i rrihte më fort. Ishte e njëjta skenë, e njëjta orë e vonë, e njëjta qetësi e rëndë që mbulonte vilën. Lila ishte përsëri pranë tij, por këtë herë ishte edhe më e qartë. Ajo po i fliste. Zëri nuk dëgjohej, por lëvizjet e buzëve ishin të dallueshme. Dhe ajo që e tronditi Adrianin nuk ishte thjesht fakti që ajo po fliste me një njeri që nuk mund të përgjigjej. Ishte mënyra si po fliste. Ngadalë, me kujdes, sikur po priste një përgjigje. Dhe pastaj, Elias reagoi përsëri. Këtë herë më qartë, një lëvizje më e dukshme, një përpjekje, një sinjal. Adrian ndjeu një ndjesi të fortë presioni në kraharor. Kjo nuk ishte më një rastësi. Kjo ishte një model.
dhe modeli kishte një qendër. Lilën, ai u mbështet në tavolinë, duke marrë frymë thellë. Mendimet filluan të vraponin me shpejtësi. Ishte e mundur që mjekët të kishin gabuar. Ishte e mundur që Elias të kishte qenë gjithmonë në gjendje të reagonte. Por askush nuk e kishte vënë re. Apo kishte diçka tjetër, një mundësi më e errët, më e rrezikshme, më e papranueshme. Po sikur Lila të mos ishte thjesht një shërbëtore. Po sikur ajo të kishte ardhur aty për një arsye. Po sikur ajo të dinte diçka që ai nuk e dinte. Adrian nuk ishte një njeri që i besonte rastësive. Në botën e tij, çdo gjë kishte një shkak, çdo lëvizje kishte një qëllim, dhe çdo anomali ishte një kërcënim. Ai mori telefonin, por nuk telefonoi menjëherë. E vendosi përsëri mbi tavolinë. Jo, kjo nuk ishte një situatë që duhej trajtuar me impuls. Ai duhej të ishte i sigurt, duhej të dinte më shumë, duhej të shihte gjithçka. Kështu që ai vazhdoi, orë të tëra, natë pas nate, dhe ajo që zbuloi, filloi ta ndryshonte mënyrën si e shihte, jo vetëm Lilën, por edhe vëllain e tij, sepse ndërsa analizonte pamjet, ai filloi të kuptonte diçka që nuk e kishte vënë re më parë. Reagimet e Elias nuk ishin të rastësishme. Ato ndodhnin vetëm kur ajo ishte aty, vetëm kur ajo fliste me të, vetëm kur ajo e prekte në një mënyrë të caktuar. Vetëm kur ajo ishte pranë, ishte sikur ajo të kishte një çelës, një mënyrë për të arritur tek ai, një mënyrë për ta zgjuar. Dhe kjo ngrinte një pyetje që Adrian nuk mund ta shmangte më. Nëse ajo mund ta bënte këtë, atëherë çfarë tjetër mund të bënte? Një mëngjes, pa paralajmërim, Adrian vendosi të shkonte vetë në vilë. Jo si zakonisht, jo me paralajmërime apo me staf që përgatitej për ardhen e tij. Ai donte të shihte gjithçka ashtu siç ishte, të paprekur, të paplanifikuar, të vërtet. Kur hyri brenda, gjithçka dukej normale. Stafi vazhdonte punën. Heshtja ishte e zakonshme. Asgjë nuk tradhtonte atë që ai kishte parë në ekran. Derisa arriti tek dhoma e Eliasit. Dera ishte gjysmë e hapur. Ai ndaloi për një moment. Dëgjoi. Asgjë. Pastaj e shtyu ngadalë. Dhe ajo që pa nuk ishte ajo që priste. Lila ishte aty, por nuk po bënte asgjë të pazakont. Ajo po rregullonte jashtëkun. E qetë, e përqendruar, sikur asgjë të mos kishte ndodhur ndonjëherë. Adrian hyri brenda pa bërë zhurmë. Ajo u kthye menjëherë. Sytë e saj u takuan me të. Për një moment shumë të shkurtër, diçka kaloi në shprehjen e saj. Një lloj tensioni, një njohje, një vetëdije, por u zhduk menjëherë. Ajo uli kokën lehtë. Zotëri Vos, tha ajo me një zë të qetë. Adrian nuk foli menjëherë. Ai e shikoi, thellë, sikur po përpiqej të depërtonte përtej asaj që dukej në sipërfaqe. Pastaj hodhi një vështrim tek Elias. I palëvizshëm, i heshtur, si gjithmonë, por tani ai nuk ishte më i bindur për atë që po shihte. Ai u kthye përsëri tek ajo, dhe për herë të parë vendosi të mos pres më. Sa kohë ka që ai reagon ndaj teje? Heshtje. 1 sekond, 2, 3. Lila nuk u përgjigj menjëherë. Ajo nuk u hutua, nuk u tremb, vetëm e pa, dhe pastaj buzëqeshi lehtë, e njëjta buzëqeshje që ai kishte parë në kamera. Dhe kjo ishte momenti kur Adrian e kuptoi. Ai nuk ishte ai që kishte kontrollin. Jo më, në atë moment të rënd, ku heshte në dhomë duke sikur kishte marrë formë fizike dhe ishte shndëruar në një presion të padukshëm që i shtrëngonte kraharorin. Adrian qëndronte i palëvizur përballë Lilës, me sytë e tij të ftohtë të ngulur mbi të, ndërsa në mendjen e tij po zhvillohej një përplasje e egër mes logjikës që e kishte udhëhequr gjithë jetën dhe një instinkti të ri, të errët dhe të paqartë, që po i thoshte se gjithçka që ai kishte besuar për vite me radhë mund të kishte qenë një iluzion i ndërtuar me kujdes. Lila nuk e uli shikimin. Ajo nuk u tërhoq. Përkundrazi, qëndroi aty e qetë, me një lloj sigurie që nuk i përkiste një shërbëtoreje, por dikujt që kishte kuptuar diçka shumë më të thellë për situatën, për njerëzit në atë dhomë, dhe ndoshta edhe për vetë Adrianin, diçka që ai ende nuk ishte gati ta pranonte. Dhe pastaj, me një zë të ulët, por të qëndrueshëm, ajo tha:
Që nga dita e parë, këto fjalë, të thjeshta në sipërfaqe, por të rënda si plumb në kuptim, ranë në hapësirë dhe mbetën aty, duke u përhapur ngadalë në ndërgjegjen e Adrianit, i cili për një moment ndjeu sikur toka nën këmbët e tij kishte filluar të lëkundej, jo fizikisht, por në mënyrën si ai e perceptonte realitetin. E pamundur, tha ai më në fund, por zëri i tij nuk kishte më të njëjtën siguri si më parë, sepse tashmë ai kishte parë shumë, kishte analizuar shumë, dhe një pjesë e tij tashmë e dinte. Por Lila nuk kundërshtoi. Ajo vetëm u kthye drejt Eliasit, duke vendosur dorën e saj lehtë mbi të, në një mënyrë që duke njëkohësisht e kujdesshme dhe e natyrshme, si një gjest që ishte përsëritur shumë herë më parë, dhe pikërisht në atë moment, para syve të Adrianit, ndodhi diçka që nuk mund të mohohej më. Gishtat e Eliasit lëvizën. Jo një dridhje e rastësishme, jo një refleks, por një lëvizje e qëllimshme, e ngadalt, e vështirë, por e gjallë. Adrian bëri një hap pas. Frymëmarrja ju bë më e thellë, më e rëndë, ndërsa sytë e tij nuk mund të shkputeshin nga ajo skenë, sepse ajo që po ndodhte nuk ishte thjesht një përmirësim mjekësor, nuk ishte një shpjegim shkencor që mund të përfshihej në një raport klinik, por diçka që dukej më shumë si një rikthim, si një dalje nga një burg i gjatë, si një sinjal që kishte qenë gjithmonë aty, por që askush nuk kishte ditur ta lexonte. Ti çfarë ke bërë? Pyeti ai, dhe këtë herë nuk kishte arrogancë në zërin e tij, vetëm një përzierje frike dhe nevoje për të kuptuar. Lila mori frymë thellë, dhe për herë të parë, buzëqeshja e saj u zbeh pak, duke lënë vend për diçka më serioze, më të rëndë. Asgjë që nuk ishte tashmë brenda tij, tha ajo ngadalë, duke zgjedhur çdo fjalë me kujdes, thjesht dikush duhej ta dëgjonte. Këto fjalë e goditën Adrianin më fort se çdo gjë tjetër, sepse papritur, në një moment të vetëm, shumë kujtime që ai kishte shtypur për vite me radhë filluan të dalin në sipërfaqe, si copa të shpërndara të një historie që ai kishte refuzuar ta shihte në tërësi. Ai kujtoi ditët pas aksidentit, mjekët, vendimet, dokumentet, momentin kur ishte vendosur që Elias nuk kishte më shanse reale për rikuperim, momentin kur ai kishte firmosur, pa hezitim, pa dyshim, sepse për të kontrolli kishte qenë gjithmonë më i rëndësishëm se pasiguria. Por tani një pyetje po i gëryente mendjen. Po sikur ai të kishte gabuar, po sikur Elias të kishte qenë gjithmonë aty i bllokuar, por i vetëdijshëm, po sikur ai të kishte dëgjuar gjithçka, të gjitha vitet, të gjitha vendimet, të gjitha momentet kur Adrian kishte zgjedhur të mos luftonte më për të. Adrian u afrua ngadalë, çdo hap duke më i rëndë se i mëparshmi, sikur po afrohej jo vetëm fizikisht, por edhe drejt një të vërtete që kishte shmangur për shumë kohë. Ai u ul pranë shtratit. Sytë e tij u ngulën në fytyrën e Eliasit, dhe për herë të parë, pas shumë vitesh, ai nuk pa thjesht një trup të palëvizshëm. Ai pa një prani, një ndërgjegje, një vëlla. Elias, pëshpëriti ai, me një zë që mezi doli. Një moment kaloi, pastaj një tjetër, dhe pastaj një reagim, një përpjekje, një lëvizje e lehtë e buzëve. Adrian ndjeu diçka të thyej brenda tij, një mur që kishte ndërtuar për vite me radhë për të mbajtur larg fajin, dhimbjen dhe përgjegjësinë, dhe tani ai mur po shembej, duke lënë përballë diçkaje që nuk mund ta kontrollonte, nuk mund ta blinte dhe nuk mund ta manipulonte. Lila qëndronte në heshtje. Ajo nuk ndërhyri, nuk foli, sepse e dinte ky ishte momenti i tyre. Minutat kalonin, por për Adrianin, koha kishte humbur kuptimin, sepse gjithçka që kishte rëndësi ishte ajo lidhje e brisht që po rindërtohej para syve të tij. Një lidhje që kishte qenë gjithmonë aty, por që ishte mbuluar nga frika, nga egoja dhe nga nevoja për kontroll. Më vonë, shumë më vonë, kur nata kishte rënë dhe vila ishte zhytur në një qetësi edhe më të thellë se zakonisht, Adrian qëndronte vetëm në zyrën e tij, përballë të njëjtave ekrane që dikur i jepnin ndjesinë e kontrollit absolut, por që tani dukeshin bosh, të ftohtë dhe të pamjaftueshëm për të kapur atë që kishte vërtet rëndësi. Ai nuk i ndezi, nuk kishte më nevojë, sepse për herë të parë ai kishte parë me sytë e tij dhe kishte kuptuar se jo çdo gjë mund të kontrollohet, se jo çdo gjë mund të shpjegohet me logjik, dhe se ndonjëherë ajo që mungon nuk është teknologjia, as pushteti, por thjesht dikush që është i gatshëm të qëndrojë, të dëgjojë dhe të besojë, edhe kur të gjithë të tjerët kanë hequr dorë. Dhe në heshtjen e asaj nate, për herë të parë pas shumë vitesh, Adrian Vos nuk ishte më miliarderi që kontrollonte gjithçka. Ai ishte thjesht një vëlla.